Përshëndetje, ju njoj me shtypin e ditës për këtë të enjte datë 25 shtator. Gazeta Telegraf hapet me lajmin mbetet në Shqipëri nyja lidhse mes krimit të organizuar dhe fondeve publike. Si zyrtarët publik firmosën vetë duke miratuar librat e tyre si tekste shkollore. Opozita shqiptare rrëmbimi mandateve të gjykatës kushtetuese, mafioze dhe puç politik që kërkon hetim të thelluar. Nga Beshir Sina, një tërheqje strategjike apo fundi një epoke Soros, çfarë po ndodh me buxhetet e OSF-ve dhe liderëve nga Ballkani? Në gazetën Dita mund të lexoni vetëm në 5 ditë ekuilibri i fuqisë globale ndryshoi në mënyrë dramatike. Video me Olsi Ramën dhe ish prokurorin Arjan Doja u bë në 2021 më ftoi kastrati. Në gazetën Panorama mund të lexoni takimi me ministrat çmontoni krimin, porositë e diplomatëve të SBA-s dhe BE-s. Shkarkimi Veliajt sot me vendim të qeverisë, lëvizjet brenda PS-s, Rama paralajmëron katarsis në Bashkinë e Tiranës. PD gati për protesta kundër shkeljes së kushtetutës, Berisha flet për reagim qytetar. Rruga Korçë-Seks pak merr të pandehur kryebashkiakun Isai dhe 6 zyrtarë të tjerë. Kompensimi jashtë radhe, lista e re e përfituesve. Në Panorama Sport mund të lexoni Meha kampeng europianin mu bë pa drejtësi nga Debiazi. Dabulla Tirana drame shpëton vetëm fati. Dinamo e ka si Hajmali, Daja disi mundet Bordini. Xhaferi herët për titullin, Elbasani po bën diçka të veçantë. Kthehet Lautaro, por tek Interi mungojnë golat. Milan i kërcënon Napolin, Tudori nis kartimet. Slot kritikon Ekitiken, bëri një budallallëk. Alonso si bon, të tjerët marrin masa, ai fiton.